Nevoja për të siguruar krahapune në sektor të ndryshëm të ekonomisë shqiptare ka sjellë vitet e fundit një rritje të numrit të punonjësve të huaj që zgjedhin të jetojnë dhe punojnë në vendin tonë. Një nga komunitetet që po bëhet gjithnjë më i pranishëm në Vlorë është ai i shtetasve nga India, të cilët çdo vit vinë për të punësuar kryesisht në industrinë e fasonerisë, por edhe në sektor të tjerë si hoteleri, turizëm dhe ndërtimi. Sipas të dhënave, rreth 1000 shtetas indian rezultojnë të jenë të punësuar në Vlorë. Shumica e tyre janë pjesë e kontratave të rregullte të punës, të cilat zakonisht kanë afat 2 vjeçar dhe përfshin jo vetëm pagesë mujore, por edhe akomodim dhe ushqim. Prania e tyre është bërë tashmë e zakonshme në disa prej fabrikave kryesore të qytetit, por edhe në ndërtim, ashtu si kundër edhe në punë publike. Vetë punonjësit indian shprehen se ardhja në Shqipëri ka qenë një mundësi e mirë për të siguruar të ardhura më të mira për familjet e tyre. Shumë prej tyre tregojnë se para se të vinin në Vlorë, kishin pak informacion për Shqipërinë, por eksperjenca e jetesës në qytetin bregdetar ka rezultuar pozitive. Krahas angazhimit në punë, ata thonë se janë të maknitur edhe nga bukuritë e qytetit, klima e favorshme, deti dhe atmosfera e qetë. Një pjesë e tyre kanë vizituar edhe zona turistike, ndërsa një tjetër element që ata veçojnë janë mikpritja e vlonjatëve. Ndërkohë prania e punonjësve të huaj po bëhet gjithnjë më shumë për ekonominë vendase prezente. Në shumë sektor, veçanërisht në ndërtim e turizëm, bizneset po përballen me vështirësi në gjetjen e fuqisë punëtore, çka ka shtyrë kompanitë të kërkojnë punonjës nga vende të ndryshme të Azisë. Në Vlorë ky fenomen është bërë më i dukshëm në vitet e fundit, ndërsa numri i punonjësve të huaj ka ardhur në rritje. Përveç indianëve në sektor të ndryshëm janë punësuar edhe shtetas nga vende të tjera aziatike, të cilët po kontribuojnë në mbajtjen aktive të industrisë, kryesisht aty ku mungon stafi. Në këtë mënyrë qyteti bregdetar po shndrohet edhe në vendin që po tërheq punonjës nga vende të largëta, duke krijuar një realitet të ri social dhe ekonomik, ku kultura të ndryshme bashkëjetojnë dhe kontribuojnë në zhvillimin e komunitetit.